Por shumë e rëndësishme, apo me rëndësishmja për një demokraci, është po ashtu kultivimi i kulturës demokratike. Dhe prandaj ka akademi, ka njerëz të mendimit, ka njerëz që vinë si autoritete morale në shoqëri, për t'i thënë shoqërisë që cila është e dura, cila është e padura. Problemi në Shqipëri, edhe në debatin publik, është që këtu bëhet debati kush është më i forti. Kush arrin të vjedh, kush arrin të madje as ditë vjedhë, ky ishte budallaj se nuk din të vjedhë. Është i paaftë ai se nuk di të servilosat. Unë edhe për shkak të moshës, edhe për shkak të formimit, edhe për shkak se i përkas një brezi tjetër në politikë, mendoj që Shqipëria duhet të vijë në një logjik të demokratizimit të partive politike si parakush dhe si domosdoshmëri për demokracinë në Shqipëri. Dhe këtu është pa imagjinueshme se si kanë frikë në opozit të venë në diskutim autoritetin e liderit. Ndërkohë që vetë lideri në Partinë Demokratike ka thënë do ta mundte Edi Ramën, do ta trajzvarë brenda 6 muajsh, do të zgjidhë problemet me ndërkombëtarët, deputetët do të zgjedhin antarësia dhe jo kryetari, edhe një sër premtimesh tjera të pambajtura. Dhe nga ana tjetër pyetja është, a bëhet Partia Demokratike fituese kështu? Sepse unë jam dakord që ka një problem edhe për shkak të po themi jetëgjatësisë së regjimeve në Shqipëri, edhe të regjimit komunist, po edhe të dominimit të liderëve autoritar në Shqipëri që është dëmtuar kultura demokratike, sepse diskutimi është ky. Nuk as vetë përcaktohen dot unë, as dikush tjetër që është lider apo jo. Liderat i përcaktojnë vota. Në Britaninë e Madhe humbi 3 zgjedhjet kryetari i Partisë Laboriste. E qartë. Por tani kur erdhi dikush që është kryeministër sot, kryetar i partisë, Starmer, nuk bëhet diskutimi është ky apo është ai, përcakton vota. Ama ka rregulla të qarta për votimin, ka rregulla të qarta loje dhe ai që del në pakic i nështrohet autoritetit të votuesit. Lider bën ai që merr më shumë vota, jo ai që bën më shumë mile, jo ai që lëpihet siç me të drejtë tha Lubonja apo ato që bënte Edi Rama në të kaluar, apo edhe përdorimin, se edhe tek Edi Rama kemi një element tjetër. Përdorimi i influencës së institucioneve publike për të dominuar jetën publike, duke të lejet e ndërtimit e tjera. Në Këshill Kombëtar. Kimi një sekond. Dhe më përpara se të fillonte kjo betejë. Unë e kam bërë këtë debat në kryesinë e Partisë Demokratike. I kam thënë të gjitha këto që po them në kryesinë e Partisë Demokratike. Kam pritur atë që ka thënë kryetari i partisë që mos e zhvendosin vëmendjen në momentin pas zgjedhjeve të 11 maj, derisa dali raporti Osbeodirit që ta kemi fokusin këtu. E kam respektuar duke mos fol publik, kam diskutuar në parti dhe kam kërkuar një analizë që do të sjellë vendimarrja. Analiza e propozuar ishte kjo. Ti bindim njerëzit që zgjedhet në vodhën, o zotrinj. Këtu ka një problem. Nëse ne themi gjatë gjithë kohës, po themi analistët, gazetarët kanë drejt në vetë të thonë, por partia politike, Partia Demokratike, nëse në mënyrë të përsëritur, e demotivon votuesin, duke thënë që me Edi Rama nuk fitohet, Edi Rama të mbyt na vjetë etj. Pra ju nuk do jeshni me këtë linjë, ju do bëni atë të... Cila është rruga? Jo, më unë mendoj që merret përgjegjësia, drejtohet partia, bën ekipin, dhe nëse u mbet, dorëzon funksionin, kështu ndodh në gjithë botën. Dakor, vetëm diçka.